Djetar të mëdhej, Ameshi, hoxh i madh që historia e përshkruan se ka qenë prej fukahave, edhe sot mendimet e tij në për libra i lexojmë ka thonë Ameshi kështu për filan meselën, ka thonë Ameshi. Amesh pse kanë quajtur këtë hoxh? Për arsye se nuk ka pa mirë. Se në gjuhën arabe, ai njeriu i cili nuk shef mirë i thut Amesh. Edhe Ameshi me hoxhën e vet u kon duke ecë rrugës krah për krah. Edhe duke ecë rrugës krah për krah, hoxha ka qenë i verbër. Edhe Ameshi thotë unë shifsha rrugën mirë, po jo mirë. Mirë po mujshëm i tregu hoxhës ka më shku. Edhe duke ecë me hoxhën krah për krah. Derisa mbrinu me një fshat. Hoxha më tha ku kena mbrinu? I thashë në filan fshatin një. E thotë, a bën me nglishu tash prej dorës? Ti hec pak më andej, edhe unë pak më knej, edhe do të dalmi prej fshatit veshmës. I thotë, o hoxh, po ti nuk shet, zatet nguri. Orzash, filloj njerëzit me kesh me tyje. Ma mirë, po hec mi zvashku. Jo, thotë, me në pa dikush krah për kraj, thojnë këshiri këtë qorrat, dvert ku kanë bo krah për kraj, edhe s'pudikën me hec. E thash Ameshi, nëzans në të kohë, talebe, i hoxhësve. Thot po hoxh, po ato në gjose folin për neve kesh, punë e madhe, ato në marin gjunat, në stim gjunat. Shka ka thonë, ta pështojnë vetën, ti pështojnë edhe ata. Ta pështojnë vetën, ti pështojnë edhe ata. Në batën hoxha lartë për para kam pas dertin, që jone që s'po duhen me pas gibet për veti, mirë po s'po duhen edhe dikush me më pas gibet. Edhe dikush me mbu mu e gibet. Unë këtë nuk pedu. Unë s'po du dikush me mi marrë gjunat. Unë po du që të kërkoj falje, që Zotit mi fali gjunat, dikush s'po du me mi marrë gjunat. Jo të na tash për kundë rëzi, gëzomi. Hajë, gishin të falë, sheqirë që i buka, dikush kush me mi marrë gjunat. E në të kohë, jo, ka pas dhe ka thonë, ta pështojnë vetën, ti pështojnë edhe ata. Edhe me kësi vepra, madhështura të kanë metë dhe mu përmensima.